apo narrativa vazhdon me këtë vetëpërjashtimin qesharak apo këtu shumë në mënyrë se si është bërë kjo qasje. Por megjithatë të shikojmë deri në fund të pasi të ndiqen gjitha procedurat nëse do ta lejojnë që të kandidojë po apo jo. Kjo ha debat se gjatë kohës ju ishit atje në mbledhje avokat së bashku me zotin Saljani, unë kisha një bashkëbisedim koreale me nënkryetarin e Partisë Demokratike zotin Boçi edhe e pyes i cili ka qenë shumë i saktë. Shumë i saktë, patjetër, shumë i saktë edhe i kujdesshëm aty do thoja unë. Patjetër. Për gjithçka. Të drejtën ishte një mesazh shumë i rëndësishëm, tha. Po e perifrazoj. Për këtë pra doja të pyesja, nëse i plotëson kushtet ta, do t'jetë. Jo, tha diçka tjetër. Tha shumë. Është personale e zotit Saljani, por është një debat i cili është për të respektuar. Padyshim, këtë e tha që në kryet herës, por kur unë e pyeta nëse... Po marrë këtë, ju mund të pra, jo, një mirë, tani, lajmi ditës djeshme ishte kandidimi i Saljanit, apo jo. Dhe në këtë kuptim unë e pyeta, nëse ai vendos që të konkuroj, është i lirë që ta bëj diçka tillë duke qenë se është vetë përjashtuar duke përdorur fjalët e zotit Berisha. Dhe ai tha, do të shikohet, do të çyrtohet, do të... edhe pastaj do të vendoset. Dhe këtë procedurë do duhet ta ndjekë zotë Saljani dhe më pas të shikojmë. Mirë pra, unë të pyes ty tani avokat, je opozitar, je shumë afër me zotin Saljani, apo jo. Di gjithashtu që ai është vetë përjashtuar. I ka gjasat që të futet apo si ka gjasat? Unë besoj që ai do të jetë kandidat. Tani, po mirë pra, kandidat është, e kuptuam. Po ai beson se do t'jetë në garë apo jo? Ai prandaj ka jo, nuk besoj se është duke, nuk e di, është duke thjesht sa për të bërë atë shaka në radhës. Po se edhe mund të thotë që ja unë doja aty në garë, po PD-ja nuk më laj që të futem. Tani, kemi parë në këto në politikë. Tani janë gjërat e tjera, unë nuk besoj që Saljani do bëjë tjetër gjë siç po tallën ata. Dëgjova dje një person i cili se aty numra 2 në ato parti ka shumë, nuk e di kush është numri 2, por njëri nga këta që thoshte që nuk është antar i Partisë Demokratike. Tani, është antar i kryesisë, por nuk është antar i partisë. Më kupton? Unë nuk e di si ta marr këtë. Kupton se çfarë po na ndodh këtu ka. As ne nuk dim, ti kuptojmë edhe ti sqarojmë ca gjëra, në fakt. Edhe këtë termin i vetë përjashtuar unë se kuptoj me thënë drejtën. Ende. Përpara se ta marr fjalën Ali Bej, më lejon vetëm diçka. Unë edhe në atë, po themi, fjalën që mbajta, citove një gjë se shiko, ka ikjet në thojza, ikjet e detyrueshme, nëse mund ta quaj madje të fundit fare, mund të ketë qenë ajo e zotit Ali Bej, të detyrueshme një farë kuptimi kanë bërë ato që të krijohet një perceptim që ashtu siç kanë ikur të gjithë, ashtu do jetë edhe rasti Saljani. Madje edhe kjo mund të ndodhë, probabiliteti që ndodh kjo ekziston. Puna është që çfarë do duhet zotë Saljani të bëjë ndryshe. Pra, nuk është vetëm thjesht në kuptimin e emrit, problemi është në kuptimin të një lëvizje, në kuptimin të një qasje të re, të një mënyre të re se si mundet dot që realisht në atë parti minimalisht të mund të kandidohet. Sepse këtu tashmë kemi arritur në një situatë, një pikë që vazhdojnë këto servilizme të jashtëzakonshëm madje edhe nga persona të cilët kanë 30 vjet aty, të cilët edhe vetë ata e pranojnë tashmë. Po marr shkas nga zoti Tanshiu, i cili tha që me 23 maj kemi rizgjedhjen e kryetarit të aktual të zotit Berisha. Pra këtu askush nuk do ngarë. Këtu duan thjesht ta rikonfirmojnë dhe ta emrojnë. Dhe nëse është kështu, le ta ndryshojnë atë statut, le ta bëjnë realisht ashtu siç duan ta bëjnë, por pa garë. Të thonë që kemi një statut ku ne kemi emëruar dhe do kemi zotin Berisha derisa ai realisht të jetë gjallë.